Mbeturina në të gjitha anët. Kompania pastrimi ka ndërprerë mbledhjen e mbeturinave në kryeqytet, e krejt kjo si pasojë e një borxhi afër 3 milion euro nga komuna. Sa peticion e kena qenë? Me gjemove. S'ki së mjëdhë vesh më ka rrisë. Për pak komunikacioni i dendën kanë probleme sigurisht komuna me këta qimirën, me grumbullimin e mbeturinave, që është mos marrëveshje. Kjo është për bukur të i zanë, me tulli. Dhe vetë bre vallaj, shka me furti, aja përshihet për pastërtia ju në shka është. Këta bojnë vetë popullin në këtë e prunë këtë shpjashtit, që të hojnë, që të pinë, vi që gjumë, që të kompanit e pastrimit që se rrinë gati për shedhe vetë, dhe me thonë që qëfar kohën, që të vitë, jem të jetu, që në shka jem të jetu. Maza më kishë për neve, që shpa jem të jetu na, ku për neve. Zvje kërkush, për jashtet në hekë të dëllën. Këj joni, nuk këj huji. Krejt që të në qytet që kja pjesë, e ka gjurë që të këto dhëtë me pastru dikush, jo me no. Kjo edhe pak, qërë vëtë zini, vjehera, farbarlogi, miza, shka s'bohan s'këtë. Ja, i ka edhe komuna dhe kompania pastrimit, se komuna, kur t'ja jep kompanisë pastrimit, do të mjallon me kushte nëse se krynë punën që shdohet, do të me anullu edhe me denu, që se ki kry punën. Këto dyhet morin pjesë këtu. Po pëllë kanë hangër, kanë pi, kontinerat janë mosh, ba këtëri 4 se jekë me marrë kërkur, a di kënë du të me gjunë, ba nesën e morë, se vjehera. Sa herë ka leshtë, gjithë, kësaj dhe qështë, gjithë. Ma mirë, kur së konë. Kur, këtu ma mirë së dëkë. Që 26 vjetë, 30, 50 kena me bo, vëllogën s'ne hekë kërkush, veç se hekëm s'ne hekë kërkush. S'padina këna me anku. Në shpetun, do të me hekë na vetë. Në shpetujna, ja shkujna, në përëndim pastrujna, edhe që bopa të cigarës nuk i lonë në për tukë. Te në, që kultura, jo, parshijen, sanat që 26 vjetë, lirikë kërkush në ka pengu për vëllogë. Halo me po sot, dikush mësë 26 vjetë, kjo të mere jo, më të kalzeve që shala bandë më mirë. Rinia se për na pleshë, na hecëm, qa mi bo një thmijës, 5-6 vjetë jenë që saj dhe të hendi, delë më shetit, kështë së në rrinë banirë, më shetit. Në që të bëllaga, jo vërkë, më shetit kjo është helem, shmë. Kjo është kategori shumë e ullë, për i natit njoni të tërit e bojnë kështu kaos. Ata nuk më i punojnë, për arsye se nuk kanë mjete për naftë, për qarkullim, nuk kanë mjete për rrëga, nuk kanë mjete për punësimi kanë quë njerëz të vetë i kanë sakatuar. Me për kryeqytet ka që kërësh. Koment, oj, zonjush. Të na onë të. S'ka koment, më zëma kesë. Kjo o tragedi marrë është. A se meriton ai kryetar me nejt aty as një dit, as ai drejtori i shërbimeve publike, as asnjë. Se meritojnë. Rasti veçantë të diçka marrëveshje. Qështë do na mi tregu hujve që jemi populli më i vjetër. Që ashtu kur e bojnë bërloga. Me qka me bërloga, duhet me diçka tjetër. Kjo pasqyre shumë. Kushon, që ata që jo heqen janë fajtorë. Pashanë. Veç populli i duron ata. S'ka ati opozit, s'opozit. Të gjithë janë fajtorë. Komuna qaj që i jep lekun, me majtë mirë bashkë. Këtë ditë bashkë. Janë rrugë me zveti. Këta pastrimit po thojnë na i kanë 1.200.000, 1.500.000 euro borxh. Këta po thojnë as ju kemë kur gjë, edhe ta s'po punojnë, bërlogu po qitet. Gjendja shikjo. Në banor, qytetarët e kanë pagu, edhe që marrin si rezultat i pagesës. Çfarë shërbimi marrë? Po shërbimi marrë. Kjo është katastrofë. Kjo. Po, zre. do të atin që pagun populli, për çfarë destinacioni do të më shku parja që aty. Po i bojnë tubë dhe japin tubë diku për nevoja tjera, na nevoja tjena shumë, po këto janë elementare. Pavarësisht të bëni shika aty komuna me atë kompaninë e pastrimit, nuk u dhënë në kokë pasqyrë në shtetë i malë, kjo nuk është Prishtina bërë. Këtë që shtë kompanën Ulpia. Gjashëm që shto është, që di e ma. Unë në breg djelit, që ishte. Që shfarë temperaturë, që pejta vëllohë, pejta thithëm na. Atje është edhe një problem tjetër, që edhe këtu është, që vinë që si marën, pej bërlogët marën të së gjana. Ka njerëz nevoj se zvinë, bashkë pa nevoj, po e ka një dopsi
që i qelin ata thos, i qkyjnë, gjujnë për rrugën të nanon, i marrin ata që ju duhet, edhe aja tani vizionohet, jo me tubu, po vizionohet.